Pse do ta krahasosh 2 prilin me 20 janarin? Në ngjashmërinë e reagimit të shtetit apo të reagimit të akuzës? Të shtetit të akuzës ka shumë diferencë. Atje ti dhe vrasje të organizuar. I dënove tërë ata 18... Dënove ministrin, e dënove 18-20. është dënuar Edin Shyti, se kishe shkruaj telegram, merë një masa, forconi shërbimet, s'kishte asë një provë. Vetëm për këtë frasë, forcon shërbimin? Po, asë një zini lartësit, shumë miri kishte shkruaj. Sa vjetu dënua? 18, nuk e kam parasysh. Po, dilaver pa para, po i gjek Selja, i studenti shkëlqyre që unë e kam pas student, këpëdan. I cili në atë kohë ishte në Shkodër? Ishte zëvendëshefi i policisë Shkodrës. Po ti fakt mund të kishte dhe ju, po të ishte ende në Shkodër? Po mund të isha unë atje. Rastisi rrethanat që unë ika një vit më përpara. Dhe këtyre njerëzve u shkatrua jeta praktikisht? Po doj mos i shkatrua jeta. Akoma nuk janë gjetur cilët ishin ekzekutorët. Se mirë ti i the këtyre për vrasje të organizuar. E organizuar, do më thonë që këta kishë rënë dakord të vrisnin. Dakord. Kjo është absurd. Po kush? Po kush e ekzekutoj? Mirë, po më gjej kush e ekzekutoj. Nuk u gjet asnjëherë kush qëlloi? Asnjë, akoma është pa zbuluar. Po ju nuk e dini, policia nuk e di vërtet kush qëlloi? Shiko, e keqja është që viktimat nuk kanë qenë në rreshtën e parë. Nëse do ishin në rreshtën e parë, mund të akuzonim policët që ishin në ruajtje, po si rëndë edhe vëra këtu në mes. Nga erdhi plumbi, në qoftë se si janë prekur këta në rreshtën e parë. Këta ishin brenda në turm, do thot nga lartësi të ndryshme, është gjuajtur duke piketuar me armë precise, me snajper në këto figurat tilla. Gabimi i policisë është që s'ka mundur të kontrolloj mirë lartësit dhe i kish kapur tjetër kush. Po flisë për 20 janarin? Flas për 2 prilin. Po, për 2 prilin. Flas për 2 prilin, kurse për 21 janarin është vrasje me dashje, pavarësisht se disja di emrin se këtë do vras. Po duhet vras një demonstrues 2, 3, 4. Qëlloni. Pasaj kjo është se të ka përzeu ti dhe ike ti, u qfazove, ti që krek armën, apo të dha urdhër, këtë pasaj duhet të nëzirë jetimi, të aprovoj nëse u bë me urdhër. Nërsa në 2 prill ju thoni diçka që nuk ishte asnjë arsye pse ndodhte në Shkodër, në një qytet që PD-ja e kishte marrë, kishte të vetën. Kush ishin këta që donin t'i merrnin çfarë PD-s? Nuk kishin për arsye se fitimin atje ishte fituar kjo forcë politike. Unë kam dyshime, e shpreh edhe në libër, 2 prilli u projektua në Tiranë, ne kishim informacione pikrisht në një objektin e Partisë Socialiste. Vetëm shërbimet, dizinformacioni me kombinacion që kemi përdorur. Çfarë do të thonë kjo? Hapën dizinformacion. Kuptoj. Ahere përgjoheshin. Ne, radio toje policisë i përdorte edhe opozita. Ishin të njëjtat, dëgjoni njëri tjetër? Jo, merte, oficerëve. Oficerëve dhe i përdorën. Kishte në punonjës policie që tradhtonin shokët, shërbimi. Si që është dhe tani. Kështu që jepnit informacione të pavërteta? Pavërteta për të krijuar imazhin që nuk mund të veprohet. Kështu që ata gjetën Shkodrën vendin e tyre, do me të thoni? Kështu e mendoj, një mjedis më i përshtatshëm dhe një forcë sigurie që mund t'i dilte situata dhe orë. Për mendimin tim, organizatorët e kanë menduar mirë dhe policia nuk mundi, ndoshta s'kishte mundësi, bën përpjekjet e mundshme aq sa mund të bënin. Edhe jetën e tyre e kanë rrezikuar ata. Po s'kishe pse të çoje ti armë të tjera. Forca policie me armë. Në rastet tilla kur e shikon keq, duhet sakrifikuar objekti. Duhet sakrifikuar objekti? Po, duhet sakrifikuar. E kuptoj, po ju mendoni që aty ndodhi një përplasje për të mbrojtur objektin, apo ndodhi një sulm nga brenda i paqartë? Ajo ishte thjesht për të sakrifikuar se është një gjë policia e betuar që t'i ruaj objekte. Dhe sakrifikoi policia, ase merte më mend se do vinte në këtë me ato pasoja, aq të rënda. Po mund të shmange. 2 prilli. Mund të shmange. Në fakt, 2 prilli është një ngjarje, e mira është këto ngjarje
të dalin, të gjithë dëshmitarët të flasin, të ketë dokumentime të ngjarjeve, por kjo me sa duket nuk do ndodhi asnjëherë, edhe për shkak se njerëzit janë zhgënjur, një pjesë kanë nuk jetojnë më, domethënë dhe askush do më të flasë. Një pjesë e dëshmitarëve shumë e vështirë. Janë larguar nga kjo jetë. Ne jemi të fundit që po lëm diçka, po shkruaj. Po duhet. Kjo duhet. Zoti Çela e ka bërë një libër. Gjithashtu, dhe më ka pëlqyer që e ka bërë, nuk donte të fliste, unë kam kërkuar që të fliste, sepse njerëzit duhet të flasin. Kjo i bën mirë shtetit. Domethënë, ne të gjithë ikim, po shteti ndrohen, shteti ngelet. Të gjithë do ishte mirë të bënin, të linin një tull. Mund të pyes edhe për diçka tjetër që në libër ju përshkruanit momentin e rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës, ju çfarë ishit atëherë? Shefi i policisë Tiranës. Shefi i policisë Tiranës në momentin kur busti bie. Ka pasur shumë gojdhëna që nga fakti që ishe zhvidhosur, ishe lënë të binte të tjera, por unë gjeta mes reshtave në librin tuaj, kur ju thoni një makin IFA u gjenda aty afër dhe që andej u tërhosh busti. Makina IFA pse ishte aty? Ju do ta dini, ju ishe shefi i policisë Tiranës. Makina IFA se thoni ju që nuk lejohet të ngjarje të tilla. Në mjedise ku ka tubime dhe që forcat e sigurisë duhet ta kenë të boshatisur. IFA ishte e parkut të Ministrisë së Brendshme. Ishte e çuar për jush atëre. Dhe kishte shkarkuar, kishte sjell fort një grup të forcave të ndërhyrjes shpejt. Dhe duhet të rinte e fshehur, e kamufluar mbrapa asaj sallës të kuklave. Teatrit kuklave. Ishte makinë juaja, pra Ministrisë së Brendshme. E sjell prej jush për forcat. Që kishte forcat, të cilat në një moment edhe mund të lëvizin. Dhe duhet ikin, prapë e ikin. Po atë shoferi i IFA-s, që është eroj që e bëri, bie që shoferi që gjet rastisht, shoferi juaj. Po. E u përdor ky mjet, kupton. Sepse dhe brenda strukturave të Ministrisë së Brendshme kishte njerëz që ishin të pakënaqur. Ishin të vuajtur. E kuptoj, pra ai e bëri vetë, e bëri sepse, domethënë, donte të bëjë pjesë e gjë, sepse makina është pjesë e rrëzimit. Të kontribonte. Kjo është personale, pra nuk është ideja që mund ta ketë bërë vetë regjimi, rrëzimin e vetë regjimi, nuk bëhet fjalë. Nuk ishte urdhër aty. Ai shtatorja e Enver Hoxhës ruaj me 2 policë në turn. Që do të thotë mbi 10 veta bënin vetëm atë punë. Ndoroshin çdo tetor. Çdo tetor 2 policë që të mos i linje vetëm. Dhe nuk është e organizuar. Informacione ka pasur për t'i vënë dinamitin, po për t'a hequr ashtu zvarë si nuk e kishit si informacion. Dhe për t'a rrëzuar, nuk ishte. Për t'i vënë dinamitin, po kishte informacion. Ju nuk kishit urdhër që të qëllonit? E kam shpeguar këtë punë e urdhrit, sepse kanë abuzuar shumë me që është dhënë urdhër, u dhash urdhër me radhë. Unë isha shefi i policisë, nëse do jepej urdhër, do më jepej mua. Po. Jemi dakord? Sakt. Ose mund jepej dhe dikur tjetër dhe unë të mos dija gjë, ti isha i befasuar. Edhe këto ndodhi. Po. Po si shpegohet që aty u qëllua me armë. Ai qëllimi me armë është shotgun. Është armë që e ka forcat tona speciale dhe është përdorur me urdhër. Ajo bën zhurmë shumë kur të qëllon, të përcëllon këteja më pas, po nuk është armë vdekjeprurse. Shotguni, jem dakord. Dhe është përdorur shotguni për të ndikuar nga ana emocionale, për t'i trembur turmat. Janë përdorur qend, këto pajisje kishte policia. Dhe sipas ligjit, në mënyrë proporcionale, këto janë përdorur, po në asnjë mënyrë armë zjarri. Nuk u përdor armë zjarri. Po të përdorësh një armë zjarri, ti nuk e di se sa viktima. Dhe arma e zjarrit mund të përgjigjet me armë zjarri ty pastaj. Dhe nuk e di se ç'përfundim dhe sa do të vriten. Kështu që armë zjarri nuk ka asgjë aty në përdorim. Po kush e hodhi këtë tezë? Ramiz Alia në takimin me kuadro drejtues të Ministrisë së Brendshme pas rrëzimit të shtatores e Enver Hoxhës për të mbrojtur që veten dhe sepse oficerët e vunë para përgjegjësisë. Cilët oficerë? Oficerët e Ministrisë së Brendshme.
e vunë para përgjegjësisë që pse si mbroni, pse filloni, ç'mendim keni e qysh tek këto. Edhe tha, unë tha, kam dhënë urdhë, tha, po Hekurani si zbatojti. Unë kam qenë në atë mbledhje aty, afër derës, e shpjegoj dhe në libër. Natyrisht ai e tha për ta kaluar atë valë, që ishte i elektrizuar, tensionuar shumë bindisi i oficerëve dhe për t'i qetësuar. Më pas këtë tezë e ka përdorur, ka dalë në medje, e ka përdorur për mbrojtjen në etu si ish ministri e Kurani saj. Në fakt e vërteta është që e Kurani e përdori mjeshtërisht për të mbrojtur. Ramiz Alia e ka thënë, pasi ka ndodhur ngjarje, një gjë të tillë, ta kishit mbrojtur dhe me armë. Po është tjetër gjë të ta japi një urdhër, një detyrë përpara ngjarjes dhe tjetër pas ngjarjes, pas pilafit. Pas ngjarjes ka mbaruar gjithçka. Këtë e përdori mjeshtërisht e Kurani për të shfaqsuar. Nuk ka pas urdhër të tillë. Nuk janë përdorur as fishe manovre që thuhet, janë përdor fishe manovre. Është lënë të bjeri, është lënë të tërhiqet. Po ç'a do bën? Pse ç'a do bën? Do vrisim njerëzit. Popullin nëse do, i ngreshtatorët. Po jetën e njerëzve, prandaj unë kam qenë shumë i përkushtuar të mos kisha viktima. Dhe policia, kuadrot, ku shumica e tyre, një pjesë e mirë e kuadrove ishin ish studentë e mi, pata fatin që më dëgjonin. Dhe ata patën fatin që në atë kohë, në ato rrethana, unë ndodh një njeri i matur dhe gjaftot. Ku jeni ju në 97-ën, ndërkohë? Në 97-ën unë jam në shkollë, në akademi pedagog, i thjesht. Jeni ju aty kur studentët e akademisë merren dhe çohen në jug për të rrëzuar revoltën, pa dieninë e tyre? Ishte një befasi. Unë kisha filluar ta kuptoja që generali nga ushtria që usuall në akademi, po e kuptoja që ishte vënë dispozicion të faktorit politik. U bën zgjedhjet në 96-ën dhe morën student nga shkolla për të ndihmuar policinë në nivelin vendor. Nuk ka asgjë të keqe, kjo quhet edhe një praktikë profesionale. Po, e vështirë në kushte. Por pa ushtruar, studentët nuk mund të ushtronin kompetencat e punonjësit policisë, po për të parë, për të mbështetur. Kur u kthyen studentët, më thanë, profesor, kemi bërë një gjë të keqe na bret ndërgjegje. Pse? Sepse kështu kemi parë, bile dhe ne i kemi mbështetur. Çfarë? Kemi rrafur njerëz. Kemi zhdukur kuti, bëj fjalë të zonën Burrel, Rëshen, Milot, Laç, Lezhë. Kur për çudi opozita e saj kohe ngriti me të madhe, manifestonte për manipulim, për dhunë, për zgjedhje. Këtë ma thanë studentët. Kutit e votimit? Po. I kishin marrë studentët e akademisë? Zgjedhjet në 96. Jo, kishin marrë pjesë bashkë me të tjerë. Kupton. Dhe kjo mund duk një gjë keqe se në shkollë është gjuna që këta djem e vajzat të reja, tjetër gjë u mëson ti për ligjin, teorinë, marrëdhënien, sjelljen e njerëzve, dhe tjetër dhe ishin të zhgënjur çfarë kishin parë në praktikë. Edhe erdhi deri aty sa një ditë bukur në 97-ën shkolla me urdhër të organeve vendimmarrëse. Po ti nuk e ke shkollën një strukturë ushtarake të zgjidhë operacione. Shkolla u muar, u mashtrua, u gënjye nga ish drejtuesi i shkollës. Natyrisht ai ishte një ushtarak fanatik, politik, i vënë në dispozicion. E çojti shkollën në Delvin. Delvin, Gjirokastër dhe Delvin. Dhe për çudi, në Delvin i vu në formacion luftarak me automatik, me karikatore për të luftuar. Këtë luftonin? Ca grupe njerëzish që u ishin vjetë parat dhe kishin marrë armë dhe lëvisnin në për Delvin apo fshatrat për edhe. Për fat, shefi katedrës kufirit, Halit Mulgeci, edhe sot u tregova studentëve, tashmë është një smur,
kur e kuptoj ti si ishte e vërteta, e kundërshton generali. Kush është generali? Hysén Arapi. Hysén Arapi. E kundërshton dhe u thot studentëve, i thot generalit që studentët prindrit na i kanë dhënë për të mësuar, jo për të luftuar, do luftojnë vëllezërit e tyre. Hipni makinë bashkë me mua, thot. Studentët hipin makina bashkë me këtë oficer shëmbullor, që një ditë bukur, që një moment e kupton gabimin se çfarë po bëj, se po mashtrohesh. Dhe studentët u kthyen në shkollë shëndoshë e mirë, sepse mund të ishte vrarë në një student. Për këtë akt, këtë oficer duhet ta kishin dekoruar. Kanë dekoruar njerëz që kanë djegur pronë në Laç, në Elbasan, e Gjetk, duke i quajtur pishtar demokracisë, se kanë kontribuar për ardhen e demokracisë. Shembuj të tillë si Arlit Mulgeci, ka dhe të tjerë, por nuk është kujtuar kush. Kështu rodhën ngjarjet pastaj në akademi. Dhe nuk duhet mashtruar, nuk duhet dalë jashtë ligjit. Akademia është institucion arsimor dhe nuk është një forcë rezervë ushtarake që ti ta përdorësh si trup operacionale. Kuptoj, po gjithsesi askën nga ata që e përdorën, duke dalë nga ligji nuk i gjeti gjë. I gjeti gjë generalin për shembull? Për fat të keq. Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes, po edhe unë juve mbas kaq viteve karrierë, a i gjen gjë njerëzit të cilët shkelin ligjin apo i mbron politika? Sepse 97 me pasojat që solli, u doq Shqipëria, u doqën bashkit, komisariatet, prokurorit, gjykata. Ra në disa zona, ra shteti komplet, doli jashtë përdorimi. Filloi ndjekjen penale me disa ish drejtues të lartë prokuroria dhe befas i pushuan çështjet dhe unë nuk e di cili ishte ky faktor. Amnistia. Të gjithu amnistuan befas. Si mund të amnistosh ti? Ja shiko që bën politika për të mbrojtë veten. Prandaj sot Spaku ka mbështetjen gjithë popullore. Mund ta rishikoj dhe ta amnisti. Po pse jo, nëse ekziston hapësira ligjore, pse jo? Si ka mundësi të djegësh Shqipërinë edhe të mos amnistohesh? Si ka mundësi? Ti po i ndjek për një ngjarje të vogël në përgjegjësi penale. Do të thotë vendimarrja politike. Kjo është gjëja që krijon disnivel. Domethënë këtë thon njerëzit, okay, ti po shikon që Spaku po merr sidomos përfaqësues Partisë Socialiste, po shikon për ditë, më shumë i shikon Spak se sa i shikon kryet punëve, dhe në fund të ditës njerëzit kënaqen se ju pëlqen ky fakt. Thonë që ai ka vjedhur etj. Është sëmundje popullore kjo. Në sfundi veprojnë. Po. Tani problemi është që ai që po shkon në Spak edhe potoria atje, në fund të ditës çka ka bër? Beqej për shembull. Ka çuar tek Ermal Mamaçi që të marr faturën. Këto janë gjëra që i bën gjysma Shqipërisë. Ndërkohë që ti i ke vënë zjarrin gjysmës Shqipërisë, edhe je amnistuar. Do ligji e ka mbyll punën dhe ky është problemi që kanë. Pa drejtësi e madhe.